Është e vërtetë që është krijuar komisioni për reformën territoriale administrative. Lajmi i mirë është që deri tani kemi një bashkëpunim bipartizan, edhe shpresoj që edhe produkti final të jetë një produkt i përbashkët, pra të ketë dakordsinë e dyja forcave politike, sepse kjo ta bënte reformën natyrisht më të qëndrueshme. Nëse i referoheni varianteve që besoj kanë rrjedhur në media nga diskutimet e dieshme të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ku janë prezantuar disa mendime, propozime, variante nga antarët e Partisë Socialiste në këtë komision, unë nuk mund të nxitoj të them një vlerësim. Natyrisht ka avantazhe dhe disavantazhe për secilin prej varianteve deri tanishme që kemi dëgjuar dihet, varianteve që mund të furnizohen në komision nga antarët e tjerë të komisionit që nuk janë antarë të grupit Partisë Socialiste. E rëndësishme është që produkti final natyrisht duhet të orientohet nga nevoja për të rritur eficiencën e bashkive tona. Ka mënyra ndryshme se si kjo arrihet, përmes harmonizimit të zonave rurale me zonat urbane. Një gjë e mirë e reformës vitit 2015 është që ne për herë të parë patëm bashki që janë edhe rurale edhe urbane. Kemi për shembull në qarkun e Korçës, për të kthyer te pyetja juaj, ne kemi fushën e dytë më të madhe bujqësore në Shqipëri. Siç ka qenë formula para 2015-s, me bashki urbane dhe komuna rurale, nuk mund të shfrytëzonim këtë potencial, bëjmë një hop shumë të madh me bashkitë e ndërthurura urbane rurale dhe kjo duhet patur parasysh, mendoj unë, për të gjithë vendin, veçanërisht për qarkun tonë sa i përket zonës bujqësisë, që formula të jetë një formulë që të çliron sa më shumë potenciale dhe mundësi. Unë mendoj një fjali vetëm. Unë mendoj që qarqet tona, bashkitë tona periferike, pra jo të metropolit, sot janë në një moment shumë të rëndësishëm reflektimi, për shkak të tendencës së lëvizjeve migratore që nuk mund t'i fshejmë brenda vendit e kam fjalën. Gjithmonë ka një tërheqje drejt metropolit, do të jetë gjithmonë, nuk është vetëm në Shqipëri, është fenomen ndërkombëtar dhe i takon bashkive dhe pra pushtetit vendor të gjejë formulën se si të zhvilloj potencialet e veta të zhvillimit në mënyrë që të mbaj të gjitha potencialet e veta ekonomike në mënyrë që të mbaj popullsinë të lidhur me territorin. Absolutisht që nuk duhet të jetë në tavolinë ky faktori politik. Unë nuk jam dakord që ky faktor ka qenë edhe në reformën e vitit 2014-2015, madje jam dëshmitari i asaj kohe, nuk ka patur një faktor të tillë dhe një formulë politike që ka orientuar reformën, përveç se eficiencën. Besoj që ishte një hap shumë i mirë përpara, një hop cilësor drejt arkitekturës së re të bashkive tona, por siç e thash, ka gjithmonë dinamik, ndaj dhe ka ardhur koha për një reformë të re. Uroj shumë, edhe do të luaj edhe rolin tim që më takon si kryetari i kuvendit për të mundësuar një klim sa më pozitiviste, ndonse jo gjithmonë është e lehtë, është një nga sfidat më të mëdha, do të thoja, të atij pozicioni, që të kemi një formulë bipartizane.